Zyrtarët serb kanë vijuar të dramatizojnë pas krijimit të aleancës ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë tek e quajtën boshë të drejtuar kundër Serbisë. Si kundërpërgjigje, ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić e ka përmendur krijimin e një aleance të ngjashme me Hungarinë, derisa mediat serbe nuk e kanë përjashtuar as Slovakinë, duke i konsideruar shtete mike të Serbisë. Mendoj se gjithçka që forcon kapacitetin e Serbisë për të vepruar në mënyrë të pavarur në arenën ndërkombëtare, për të mbrojtur interesat e saj kombëtare dhe për të rritur nivelin e sigurisë së të gjithë qytetarëve, është pozitive. Ajo që është arritur në marrëdhëniet me Hungarinë në 12 vjetët e fundit që nga nënshkrimi i marrëveshjes historike për pajtimin kombëtar, është pjesë e trashëgimisë për brezat e ardhshëm. Veç qëndrimeve kundër Kosovës, kryeministri hungarez Viktor Orban është i njohur për qëndrimet e tij proruse, ani pse shteti i tij është vend antar i NATO-s dhe BE-s. Blici i Serbisë ka cituar edhe diplomatin Zoran Milivojević që tha se një nismë e tillë duhet të konsiderohet edhe me Slovakinë. Njohësi i sigurisë Bejtosh Gashi para lajmërimet e tilla nga Serbia i shen në kuadër të një game të gjerë mekanizmash për të ruajtur dhe thelluar ndikimin e saj në Ballkanin Perëndimor. Ky hap mund të shihet si një mundësi për Serbinë të thellojë bashkëpunimin ekonomik dhe politik në rajon dhe të sigurojë mundësi alternative për mbrojtjen e interesave të saj, veçanërisht në një periudhë kur ndikimi i Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara është gjithnjë më i dukshëm në Ballkan. Ai shton se një marrëveshje mes Serbisë dhe shteteve si Hungaria dhe Slovakia mund të ndikojë në balancën gjeopolitike të rajonit. Kjo mund të sjellë një rivalitet në disa nivele, duke u kundërvënë përpjekjeve të Ballkanit Perëndimor për të forcuar lidhjet me Bashkimin Evropian, ndërkohë që shtetet si Hungaria dhe Slovakia kanë interes për të ruajtur një balans midis politikës perëndimore dhe atyre që favorizojnë lidhje më të ngushta me lindjen, përfshirë Rusinë. E deklarata e nënshkruar javën e kaluar lë mundësinë që edhe vendet e tjera të bashkohen Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës, teksa është bërë ditur se ftesë ka marrë Bullgaria.